Me kthehemi në studio, të flasim tani për zhvillimet rajonale dhe ato ndërkombëtare në një bisedë, në një lidhje drejt për drejt me teoricinë Arjanit Slamniku. Arjanit, shumë faleminderit, kënaqësi që je me ne. Kënaqësia imja, Gjoj, faleminderit shumë. Arjanit, unë po nis bisedën nga kërkesa e Donald Trumpit për 6 vende të Ballkanit Perëndimor për të asistuar në riaddësimin e emigrantëve të paligjshëm. Ka një po themi qëndrim nga qeveria e Kosovës, cila e ka pranuar udhëzimin e presidencës amerikane, duke thënë se do të jetë e gatshme të përzgjedh 50 emra çdo vit nga një listë që duhet të vendoset në dispozicion për aq kohë sa këta individ nuk përbëjnë rrezik për shkeljen e ligjit dhe faktorë të tjerë. Si pret të zhvillohet ky proces dhe këta individ janë domosdoshmërisht persona me precedent penal apo ka dhe thjesht emigrant që nuk kanë respektuar si thua rregullat e qëndrimit në territorin amerikan? Duhet ta kem parasysh që gjatë mandatit Biden, kufit e Amerikës e SBA-ve, kryesisht në ata kufi që janë kufizuar me Meksikën, kanë qenë të hapur plotësisht dhe aty nuk ka pas asnjë kontroll, verifikimi se kush po hyn dhe kush po del. Pra, kem pjesa dërmuese e aty në emigrantëve janë me precedent penal. Pra, janë pjesë të grupeve dhe klaneve mafioze si MS-13 apo MS-13 të Meksikës, të cilët janë edhe në pamje janë të frikshëm. Po pra. Dhe ato janë klanet më të rrezikshme pa asnjë emocion human dhe njerëzor, sepse mirën edhe me trafikim të organeve njerëzore, trafikim me qenie njerëzore, me armatim, me armë dhe me narkotike tjerë. Pra, kem të bëjmë me një grup apo grupe të ndryshme të cilat kanë hyrë ilegalisht pa asnjë kontroll gjatë mandatit të Bidenit. Në anën tjetër është duke u luajtur një lojë e asoj se kush është pro administratës Trump dhe kush është kundër propozimeve të saj, pra të presidencës Trump sot. Dhe fatmirësisht presidenta, po mendoj qeveria Kurti është lajmëruar dhe është paraqitur si pro kësaj iniciative dhe rreshtimit pro. Pra është një lloj testi politik, sepse emigracioni është kthyer në temë kryesore në Los Angeles. Në anën tjetër është një promotor i çuditshëm i cili nuk është cekur asnjëherë në mediat shqipfolse shqiptare se pikërisht turmat e refugjatëve kanë qenë edhe një farë lloj arme e pushtimit të armikut apo mposhtjes së armikut nga koha e Muammar Gaddafit, i cili lëshonte her pas here presion mbi Italinë dhe Francën përmes refugjatëve të shumt me anije, dhe kjo përbënte edhe presion shtetëror mbi shtetet evropiane. Të njëjtën e bëri edhe Turqia përballë Greqisë, nëse ju kujtohet me refugjatët sirianë në 2016, po. Po pra, dhe këtë armë në thojza mund ta përdorë edhe qeveria Kurti dhe shteti i Kosovës përballë Serbisë. Pra, të bëj presion mbi Serbinë përmes këtyre refugjatëve që të lancoj një presion mbi ta përmes turmave të cilët pastaj do të vërshojnë drejt kufirit me Serbinë dhe përtej saj. Ndërkohë, Arjanit, lidhur me emigracionin në Amerikë, kemi parë protesta shumë të ashpra në pjesën perëndimore të Amerikës, në Los Angeles, më kryesisht është thirrur edhe garda federale. Çfarë ka bërë përshtypje në këtë drejtim?
Gjoj nuk është vetëm garda kombëtare që është në teren, po atje që 2 ditë, pra që 2 net është edhe në teren është edhe marina e ushtrisë amerikane, marincat amerikan, pra. Që nënkupton se nuk është një situatë e zakonshme, pasi që me urdhër të presidentit është marrë vendim që të dilet në teren edhe me forca shtesë për te gardës kombëtare. Dhe në anën tjetër kemi një propozim që do të kemi manifestimin në 25 vjetorit të fitores ndaj nazifashizmit në Evropë, nga presidenti Trump, që do të festohet në javët në vijem, dhe po bëhen para përgatitje në thonjza me ushtri në mbar Amerikën, por kjo nuk ka të bëj me festimin e fitores, por ka të bëj me para përgatitjet për një invazion të mundshëm nga Kina dhe Izraeli, 2 forcat të cilat janë rreziku potencial i Amerikës. Pra, Kina si fuqi ekonomike dhe Izraeli si një fuqi politike nga brenda SBA-t, sepse ata dihet fort mirë që përmes lobit të tyre Izraelit, AIPAC, paguajnë dhe japin donacione miliona dollar në vetë kongresistëve dhe senatorëve amerikanë. Pra i kanë në dorë ata. Dhe vizita e fundit në lindjen e mesme nga presidenti Trump u anashkalua Izraeli. Pra 2 netësh e patëm një telefonat ndërmjet presidenti Trump dhe Netanyahut, ku nga presidenti Trump u kërkua ndalimi i menjëhershëm i luftimeve në Gaza nga Netanyahu. Dhe kjo telefonat, kjo është i njëjti president që çoi ambasadën në Jeruzalem apo jo? Po është shumë normale kjo punë. Sepse thënjet profetike nuk ka kush që mund t'i ndaloj. Dhe kjo është ajo para përgatitja që e kem shpjegu disa herë ne, që pas transferimit të pushtetit nga Britania e Madhe në SBA, pritet edhe një transferim i tretë para daljes së antikrishtit apo dexhallit, nëse të kujtohet. Dhe shikuesve nëse ju kujtohet ajo çfarë kem thënë. Pra, diçka që është para shikuar nga profecia abrahamike nuk ka të ndalur, por ka mundësi të ndalet gjakderdhja dhe furnizimi me armatim. Kjo ka mundësi të bëhet. Dhe këto e bëri presidenti Trump. Pra, kërkoi diçka që nuk do t'i binte ndërmend t'i kërkonte Netanyahu ndonjë president tjetër amerikan. Pra, parandalimin e luftimeve të menjëherë, domethënë, kundër palestinezëve dhe në Gaza. Dhe kjo e tërboi Netanyahun dhe si shkak i kësaj nisën edhe trazirat në Kalifornia. Pra, gjithçka është një rrjedhoj e zhvillimeve në lindjen e mesme dhe dominimit amerikan në botë. Pra, prandej edhe SBA-t janë duke u parapërgatitur në masë të maksimale për çfarë do verzioni të ndonjë agresioni nga jashtë. Dërgo, Aranit, kemi parë edhe pendesën e Elon Musk në Amerikë. Çfarë të bëri përshtypje? Ai tha fillimisht që Trump është në dosjet e milionerit famkeq të ndjerit Jeffrey Epstein, dhe më pas tha që komentet e mia ishin goxha të pavënda. Në muajin mars unë kam dalë me një botim të një libri, siç e dini, Plani i Madh i Deep State, dhe aty kam cekur të gjitha hapat të cilët i kanë ndërmarrë dikur Deep State dhe hapat të cilat sot po i përjetojmë dhe ato që do të ndodhin. Dhe në vazhdimsi të atyre që do të ndodhin, në libër janë shtjelluar në detaje edhe plani dhe projekti i Jeffrey Epstein, pra ishullit Epstein.
është një projekt i financuar nga izraelitët, nga Mossadi i Izraelit, i cili ka pas për qëllim që të krijojë dosje për secilin person, qoftë nga skena politike, po qoftë edhe nga skena artistike e Hollywoodit, që t'i kenë në dorë, pra dosje pedofilësh. Dhe fatkeqësisht aty janë emra të mëdhenj. Dhe Elon Musk e përmendi në mesin e tyre, e përmendi që është edhe Donald Trump. Dhe kjo e ka krijuar një lojë, një karrem të mirë, të shishëm për Partinë Demokratike të SBA-ve. Sepse ata mandej dikur kanë hezituar të kërkojnë shpalosjen, shfaqjen e kësaj liste, sepse shumica pjesa dërmuese e tyre janë aty, por në momentin që u përmend nga Elon Musk se edhe Donald Trump është në listë të Jeffrey Epstein, një pjesë dërmuese e demokratëve filluan me ngulm të kërkojnë paraqitjen në publik të kësaj liste. Dhe Trumpi ka filmime me Epstein që në një fest është thënë që ka përdorur avionin personal të këtij fundit. Është e vërtet që ka fotografi dhe ka filmime edhe ka paraqitje, ka prononcime nga Donald Trump të çuditshme, ku e involvon edhe vajzën e tij, por këto gjithçka kanë qenë një karrem të ju thot se edhe unë jam pjesë si kur ju. Prandaj të mos hezitojnë ta pranojnë si president të ardhshëm. Dhe në momentin që erdhi ky në pushtet, urdhrin e parë ekzekutiv të cilin e nënshkroi ishte luftimi në nivel global i trafikimit me qenie njerëzore dhe kryesisht me fëmijë. Dhe kjo i tërboi pastaj të gjithë. Kjo i tërboi të gjithë se ishte e papritur një kërkesë e tillë. Në Gjilan, në Kosovë, në atë mandatin e parë, është kapur një rast. Unë jam nga dora e parë i informuar se si ka rridh, pra efektivet e FBI kanë ardhur në Gjilan dhe kanë kapur njërin nga pedofilët i cili ka qenë në rrjetin e pedofilëve në nivel global. Pra është një rrjet i gjerë që është shumë rrjet i madh. Edhe nëse ju kujtohet rasti i ngjecjes së anijës së transportit të mallrave, në thonjza Evergreen në kanalin e Suezit, i cili ngjeci. Po. Aty kanë qenë plotësisht të gjithë kontejneret me fëmijë dhe me njerëz, të cilët trafikoheshin nga lindja e largët për në Evropë dhe në SBA. Dhe a i dini se kush është pronari i korporatës Evergreen? Jo. Këshilltari i parë i Hillary Clinton. Edhe njerë, më falë se nuk të dëgjova? Këshilltari i parë i Hillary Clinton dhe udhëheci i fushatës presidenciale të Hillary Clintonit. Pra gjithçka janë brenda një klubi. Dhe këta kanë qenë të tërbuar me këto kërkesa nga Trump. Ernit, por ndërkohë si e ke parë presidencën Trump, çfarë të ka bërë përshtypje deri në këtë moment? Interesante është që forma se si e ka gjetur që të largohet, të tërhiqet nga financimet dhe luftimet në Ukrainë. Është forma më diplomatike, më e mirë, më e pastër, e mundshme, që SBA-t më nuk janë pjesë e atij koalicioni, ku është në mesin e tyre edhe Franca, Gjermania dhe Britania Madhe, që tani po vazhdojnë ata me luftime kundër Rusisë, duket se pa sukses, po pa SBA-t, njëri verzion apo njëri sukses i presidencës Trump 2 deri më tani, dhe forma tjetër e marrëveshjes së tarifave dhe involvimit në lindjen e largët, por edhe në Ballkan.
me Defender 2025, mos pritjen e Vučićit në Florida, ku ai shkoi me insistim të tij, duke falsifikuar edhe emrin e tij, pra uzu me presh në dorë, dhe u kthye mbrapa me shpejtësi, sepse ligji amerikan një falsifikim të tillë do ta dënonte me burgim. Dhe ai u paralajmërua nga këshilltarët e presidentit Trump që të largohet sa më shpejt që është e mundur. Pra, ne po e shohim një pasqyrë komplet tjetër që po na paraqitet me lajme, po komplet një realitet tjetër është në prapaskenë duke ndodhur. Pra, Trump nuk është pro Izraelit të sotëm dhe pro politikave të Netanyahut në lindjen e mesme. Këto duhet me pas të qartë. Një. E dyta, afërsia dhe vizita e tij në shtetet muslimane, në lindjen e mesme, por jo në të njëjtën kohë edhe në Izrael, nënkupton se ai e din se kush është deep state edhe brenda SBA-ve. Ai e din edhe kush është edhe mbrapa vrasjes së John F. Kennedy, ish presidentit të SBA-ve. Pra është ky lobby i deep state-it, të cilën gjuha profetike edhe e krishterë dhe muslimane e njeh si Gog dhe Magogët, apo Yexhuj dhe Mexhuj. Pra këta janë ata të cilët e kanë sjellur botën rreth e rrotull me ndikim dhe dominim, duke i nënshtruar me shantazhe, siç është projekti i Jeffrey Epstein. Ernit, kam dhe i koment fundit për një temë që është diskutuar në Shqipëri, më saktë një propozim për të gjithë besimtarët musliman për faljen gjatë orarit punës, është kërkuar garantimi i kohës dhe një vendi specifik. Si e sheh diçka të tillë, çfarë të bën përshtypje, është e nevojshme apo të cënon laicitetin në ndonjë lloj forme? Ne fatkeqësisht, kur them ne, shqiptarët, pjesa dërmuese, 90% ndoshta, mund të garantoj një 90%, nuk ka qasje në institucionet perëndimore dhe brenda tyre. Nëse në Harvard ekzistojnë shkrimet në murale të thënieve profetike të profetit Muhammed, dhe ka një vend falje në Cambridge, në universitetin më të vjetër në Evropë, në Parlamentin Evropian lejohet një praktikim i tillë i besimeve të tjera të ndryshme, po kush është një Shqipëria, një Kosovë që mund ta ringjall apo ta parandaloj një praktikim të tillë të cilën e kishte parandaluar koha e Enver Hoxhës. Ka mbaruar ajo periudhë. Shqiptarët duhet të këndellen se besimi është personal dhe shteti është laik. Po besimi nuk guxon të ndalohet, sepse jemi në një sistem demokratik pluralist ku e drejta e shprehjes dhe e drejta e mendimit dhe lëvizjes është e drejtë ligjore personale. Dhe nuk guxon të cenohet ajo. Në momentin që cenohet ajo, e kujdo qoftë, cili besim i qoftë, apo mos besimtar fare, nënkupton se po kthehemi në një regjim totalitar të Enver Hoxhës dhe Stalinit. E qartë. Ernit, shumë faleminderit që ishe me ne, shumë kënaqësi. Si gjithmonë gjë, faleminderit. Faleminderit shumë. Mirëmiq, do të ecim më tej, do të shkojmë publicitet, kthehemi pas pak në studio për pjesën e fundit, por jo nga rëndësia.